Më 15 korrik 1941 në Tiranë rrihnin çekanët. Po hidheshin themelet e kishës së parë ortodokse, që i kushtoi shenjtit mbrojtës të kryeqytetit, Shën Prokopit. Në të vërtet kisha e Shën Prokopit daton që prej vitit 1780 dhe ka shërbyer për më shumë se një shekull si një qendër e rëndësishme e komunitetit ortodoks, të ngulur që prej shekullit të 18, ortodoksët e Tiranës bartën me vete edhe objektet e tyre të kultit. Si të krishterë të rritit lindor, ortodoksët e Tiranës, kryesisht me përjardhje vlahe, ndërtuan të parën kishë të tyre në atë pjesë të qytetit, ku sot ndodhet ndërtesa e presidencës së Republikës. Ajo kishte vjetur ushem në vitin 1937, kur po ndërtoi bulevardi i kryeqytetit. Komuniteti ortodoks, i kryesuar atë kohë nga fortlumturia e tij Kristofor Kisi, bleu një truall në kodrat pranë kishës së parë, ku ndërtua dhe kisha e re. Vetë komuniteti dëshiroi që projekti t'i besojë arkitektit Skënder Luarasi, kurse zbatimi një firme italiane. Kisha u përurua në maj 1945, kurse në vitin 1968 u shtetëzua dhe u shndrua në bar-restorant. Me rënien e regjimit komunist, ju rikthye komunitetit ortodoks në vitin 1993.